reagimi i Gjenetës për gjestin është thjesht edhe një tjetër tregues që pavarësisht gjitha gjërave, Gjeneta ka vazhdu me qenë e drejtë, e pa anshme edhe me të vërtetën. Kur e ka mirë, kur e ka keq, e ka keq. Ka thonë, po shoh situatën me gjestin dhe më habit sa shpejt disa njerëz bëhen gjykat, të gjithë e dim çfarë periudha ka kalu, disa sjellje janë të gabume, por kur një person mbledh presion dhe padrejtësi për kohë të gjatë, reagimi nuk është gjithmonë ai që pritet. Lehtë është me fol nga jashtë, po më e vështirë është me kuptu çfarë sjell një njeri deri në atë pikë. Nuk po arsyetoj askën, por një gjë është e qartë që kur presioni rritet edhe kufizimet shtohen, situatat shpërthejnë. Ka njerë zgjedhja është zgjedhja ma e mëshme është me qetësu situatën para se me bo ma keq. Tani, unë jam 100% dakord me Gjenetën, po ashtu jam dakord që gjesti në këtë pikë nuk ka ardhë se është njëri keq edhe është i tillë.